Pjesa tjetër, sidomos nëse vuan me rënien e flokut, është hekuri. Hekuri është jashtëzakonisht i rëndësishëm, kështu që kjo është diçka tjetër që e rekomandoj, sidomos kur e ke të ulët, edhe kur bëjmë ato analizat e gjakut dhe kemi evidencë laboratorike që ti e ke të ulët. Ndërsa rasti për shembull i biotin, shikon reklama kudo ads për biotin. Edhe akoma njerëzit e marrin në masë sepse e besojnë që i ndihmon me rritjen e flokut. Po ka studime plot tani që tregojnë që kjo nuk është e vërtet. Biotin nuk bën ndonjë diferencë të madhe kur vjen puna për shëndetin e flokut. Është thjesht marketing që kanë bërë rreth biotin. Të ndihmon për thonjë, po jo dhe kaq për flokët. Dhe gjëja e fundit që do të thosha për biotinën është që mund të shkaktoj dëm, në kuptimin që edhe këto pacientët nuk e dinë që nëse merr shumë biotin të shkakton nivele ose të duke nivelet më të ulta të tiroides ose të një proteine të zemrës që quhet troponins, edhe doktorët can miss a heart attack if you are on a biotin. Kështu duhet të kesh shumë kujdes me suplementet. Kjo lëkura jote si më ndafsh nga vitamina D është, apo nga rutina që ti besoj e bën në mënyrë religjioze, apo nga genetika? Pa nga dirsa, nga stresi tani, po. Ja, në fakt, unë kur isha e vogël, si gjithë shqiptarët e tjerë, nuk është se jam kujdesur shumë për lëkurën, në kuptimin që nuk jam rritur me ato frymën që duhet përdorësh kremin e diellit. Dhe shoh këtë dhe te pacientët e mi, jo vetëm dhe amerikan, po sidomos shqiptar apo të Ballkanit, nuk kemi rritur me atë frymë. Unë vonë, domethënë në kolegj kam filluar që të përdor kremin e diellit, vitaminën C, retinolin, po i kam filluar të 20-ta dhe besoj se kanë bërë goxha ndryshim me kualitetin e lëkurës time. Ndonjëherë bëj shaka që tani kam lëkurën më të mirë se që kam pasur kur kam qenë 20-ta, sepse kujdesem akoma më shumë. Do të të pyes për kremin e diellit, se e di që dhe ti do të flasësh shumë, edhe siç e kishim paramenduar ne të dyja do na duan një cikël intervistash, jo vetëm një, por përpiqemi ta mbyllim këtë sot. Ne po flasim për lëkurën dhe me lëkurën dhe me fytyrën, duket sikur po i adresojmë të gjitha çështjet. Po qafa për shembull edhe pjesa e dekoltes kanë të njëjtin regjim dhe duan të njëjtin krem siç ka dhe fytyra, apo duan tjetër? Po, kjo është pjesa më e vështirë dhe lëkura e qafës është ajo që ta tregon. Unë mbulohem tashmë komplet. Është ajo që zakonisht ta tregon moshën më shumë se sa lëkura e fytyrës, sepse ne jemi mësuar i vëm ato kremat këtu dhe nuk para i vëm tek qafa. Po ideja është që lëkura e fytyrës, qafës dhe deri këtu duhet ta trajtojmë si një unit. Domethënë çdo gjë që e vëm në fytyrë ta vëm edhe në lëkurën e qafës. Por duhet të kesh kujdes. Kremin e diellit normalisht do ta vësh, por nëse do përdorësh ingredient aktiv, si për shembull siç është retinoli ose ndonjë exfoliating acids, duhet të kesh shumë kujdes me qafën sepse qafa e ka lëkurën shumë më të dobët dhe shumë më sensitive. Kështu që duhet ta bësh më pak, por duhet të jesh konsistente. Për shembull retinolin, mbase nuk e përdor dot çdo natë pjesa e qafës, por e përdor 2 herë në javë fillimisht dhe avash nëse e toleron mund ta rritësh. Pyetje sërish, ti po thua që vëm krem dielli dhe në qafë? Absolutisht, po. Edhe në qafë. Edhe mbrapa duarve. Që nga mbrapa botës. Po. Të gjitha. Ai si rule of thumb që kemi ne, kur vëm të paktën në dermatologji, kur vë kremin, duhet të vësh 2 fingertips worth of sunscreen. Atëherë do bësh 2 viza të kremit të diellit, edhe kjo është mjaftueshëm që ta vësh në fytyrë. Por nëse do bësh dhe qafën, do bësh dhe një vizë tjetër, kështu që do ta mbulojmë komplet pjesën e fytyrës, po, 3 finger lengths, po. Faleminderit. Kjo është një krem këtu, pak këtu, e ka shumë të limituar kremin e diellit. Po. Tani përveç kremit diellit, që çështja është çfarë kremi dielli? Sa duhet jetë SPF-ja? Sa duhet jetë mbrojtja? Çfarë niveli na mbron vërtet dhe a lidhet SPF 30 ose 40 ose 50 me kozgjatjen që të ruan? Me çfarë lidhet? Po, atëherë,
Është e vështirë që ta zgjedhësh ndonjëherë sepse është shumë overwhelming. E kuptoj kur shkon një njeri në një drugstore dhe do të zgjedhë një krem sepse ka shumë opsione. Gjëja kryesore është që duhet të shohësh për një krem që është SPF 30, të paktën 30. SPF 30 nuk do të thotë, nuk është domethënë një nuk të tregon se sa kohë mund të rrish në diell, të tregon se sa rreze dielli mbron. Domethënë, një SPF 30 të mbron nga 97% të rrezeve. Një SPF 50 të mbron nga 98% të rrezeve. Diferenca është shumë e vogël, kështu që nëse merr SPF 30 dhe SPF 50, nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Për të parë intervistat e plota të Ylva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episodet e reja çdo javë.